Mirë, jemi rikthyer në studio. Por na uzi jeta me gjithmonë. Në Tiranë na uzi jeta. Nuk është e vërtetë. Ja sot për shembull Tirana është për nxjerrje jete se vjen Ursula. Po më vjen Ursula për lajme të mira, më koleg. Po për lajme të mira, po samiti për këtë sigurinë kibernetike I rëndësishëm i NATO-s, Tirana gardh prap. Vjen Ursula gardh prap Tirana domun. Koleg, Tirana gardh është edhe kur nuk vin Ursulat. Okej. Po i hoqim gardhet, sepse po lirojmë hapësira, gjërat e kështu me radhë. Atëherë mos u anko. Po tani... Anko në një libër. Bëri stand-up komedin ky në kod, tek Kryeministria. Gardh Tirana prap, gardh Tirana dhe më ndërë. Nuk shefaj, unë nuk e dija. Po ta kësha ditë e kësha bërë në erët bene. Mundzi jeta, do ikin Angli. Do të nxjerrë atje jeta. Të paktën kështu ka shkruar Frani në këngën e tij më të fundit, që është publikuar të premten. Fran, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në programin ton. Mirëmëngjesi dhe mirë si u gjeta. Me të drejtën unë kur në fillim ti publikove një pjesës të këngës dhe unë nuk mu besua që këto fjalë ka të rënda, janë të rënda për shpirtin, për mendjen, mundësi jeta, thoje që s'ke marrë dokumentat dhe pyetja e parë që neve të bëmë është a të përket ty kjo këngë dhe na surprizove kur the që përpara disa vitesh edhe ti kishe kaluar në të njëjtën peripeci, në të njëjtën vuajtje. Po, kënga nuk është qenë përket vetëm mu, po jam edhe unë në një nga ato që e kam përjetuar. Dhe në thënë drejtën, nuk është që na nxihet jeta si jena këtë shtu, po na nxihet jeta nga malli. Nga malli që kena për familjarët tonë, normal që kanë kalu shumë dasma, kena martu vlezër, motra, njerëz tonë, dhe nuk kena marrë pjesë në dasma, arsyeja pa dokumenta, dhe kjo është që na nxi jeta. Me thonë drejtën për këto dasmat, edhe ne që kena dokumenta nuk shkojmë. Unë do kisha dash t'isha në vendin tënd, unë do mishte zbardh jeta, ki vjen shtëpi, kthesh nga puna, ke vetëm të dasmat, ke shpëtuar. I lodhur dhe një ftesë dasme aty. Malli i mërgjimtarit, unë besoj që është shumë mirë, ta kuptoj. Se ka provuar këta ofra, jo. Po ti nga ke provu ti. Më kanë thënë emigrantit e familjes time. E kuptoj, e qartë. Megjithatë, gjithë secili ka përjetimet e veta, po ka përshtypjen që nëse ti shkon atje. Ti ke qenë emigrant në Edinburgh? Përkohësisht. Nuk kam punuar. E ke vojtë koleg pjesë që ke parë? Mundova që të hap një shtëpi bari, tha je 15 vjet herë. Janë hapur vonë. Ti shifje perspektivën. Por, shiko, mërgimi i ka, emigracioni sidomos i paligjshëm, i ka këto pasoja. Domethënë një njeri duhet ta marrë përsipër, ta pyesi veten, më pëlqen më shumë të rrit bëj dasmat e fëmijëve të tezës, apo të shkoj të rregulloj jetën diku qoftë edhe në mënyrë legale, me shpresën që do të legalizohem. Kur ke emigruar, Fran? Unë vije nga një fshat i Mirditës, Vig. Vig? Nga Vigu i famshëm. Po, nga Vigu. Dhe nga Vigu, aty jam lind e rrit e bon 19 vjeç dhe 19 vjeç kam marrë rrugën me ikë për Angli. 19 vjeç, sa i ri? Në fillim të tetorit. Po, në vitin 2000. Në fillim të tetorit, normal, sakrifica, si tanë shqiptarë, atëherë nuk kishte viza që kalojmë lirë shumë në për Evropë, po deshke me kalu me Gomone, me kalu në Itali. Dhe normal që rruga shumë e vështirë, nga tetori deri me 5 tetor kanë qenë t'i thush në për Evropë rrugash për me arrit atje ku unë desha me arrit në Angli. Me 5 tetor në vitin 2000, kam hynë në Angli. Ama ka pasur vështirësi shumë rruga, ke tentuar disa herë me kamion, deri sa ja... Vështirësi sa dush, vështirësit ka qenë më të mëdha, me thanë drejten, Gomonia. 4 herë me Gomonën e mes detit, t'i thush shumë e trisht, shumë e dhimë që me thanë drejten dhe shumë frikë. Edhe kina kalu të 4 herë, kam kalu në Itali. Atje kam nejtë të camis mi në Rom, unë 4-5 ditë shu, gati një javë. Edhe jam nisë për Francë. Nga Franca, normal që me kamiona, s'kishna rrugë tjetër. Nga Franca me kamiona, normal që hipshna në kamiona, na zbritëshin se na kontroloshin kamionin dhe
normal që na ulshin për tokë, se s'kishin që me na bëha tjetër, na leshin prap liu shumë, shkoni ka dëni, a kupton. Dhe shumë luft, me thënë drejtën, shumë sakrificë shumë e madhe, si gjithë shqiptarët kanë vujt, është që të merë, me thënë drejtën, se kërë je edhe një moshë shumë i ri, edhe koha atëherë nuk ka qenë asë zhvillu me sa sot, telefona kanë qenë shumë të rallë edhe atëherë, por falë Zotit, ja dule. Çfarë ke punuar në fillim fare, kur shkele tokën që kishe ëndër? Po, unë kam punu me thënë drejtën, kur kam marrë në Angli, kam një pak kohë pa punë, dhe kam fillu një punë me punë dekorative, o borë. Artist edhe në këngë, edhe në duar. Ja, me siguri ka filluar ndihmës i dikujt, apo jo? Ndihmës i dikujt? Apo... Po, jo ndihmës. A, ke filluar vetë të merresh me këto gjëra? Po, kam fillu vetë. Fati ka qenë kështu. Në Angli, atëherë ishte vendi si ku gjithë dilshin e pritëshin për punë. A kupta? Po. Aty unë isha vetëm në madhesh, edhe gjuhën nuk ka që... Kam qenë eksaktësisht 2 vjetë për para teje aty, në rrezik në të njëjtin vend. Dhe i kam kaluar ato procedura, po, në Londër, po. A, ke qenë në Londër, apo jo? Po, Londër, po. Në Londër, dhe e njoh shumë mirë dhe situatën. Londra në atë kohë ishte i vetmi vend ku ti mund të filloje një punë në të zezë, sepse nëse largohesh jashtë Londrës, në qytete më të vogla, ishte e pamundur. Dhe mundësi pune ka pasur, me thënë drejtën. Problemi ishte qëndrimi, ti mund të qëndroje me ndonjë mik në shtëpi me qira, ose në hostel, si ata akomodonin imigrantët. A ke kaluar atë procedurën e Immigration Office, pra që je pajisur me një letër, me një dokument qëndrimi, deri në sa të vërtetohet që ti je. Po. Unë jam regjistru si ku ka marrë sot, le të themi në Angli, jam regjistru nesër, kam shku të zyrat e emigracionit dhe jam regjistru direkt, por unë u regjistrova 9 mosh, a kupton? Isha 19 vjeç, unë u regjistrova 16 vjeç për arsye dokumentash. Edhe ke bërë shumë mirë, sepse atëherë ata i pajisnin me dokumenta, unë se bëja dot, unë ishe 24, dhe... E duke shë kolege dhe në pamje që kishe ka shmosh. Ishe dhe i thinjur, dhe po thoshe jam në 18, nuk do... Në përgjithësi, shiko, dhe ata kishin një farë tolerance, nuk është se e besonin gjithmonë, po nga 19, në 16 është okej, në më thënë, ti nuk e kupton ndoshta dot. Jo, ishtë shumë e vështirë, për mu ka qenë shumë e vështirë se kanë arrit me na qu edhe te mjeku, me na shiku edhe këmall dhe pjekuris, se a kanë fillu me dala jo, për me vërtetu ta man që a i 16 vjeç, apo jo. Ato dishoshin, normal që dishoshin që nuk je 16 vjeç, normal që unë mull shakam që jam 16 vjeç, se kështu u deske për dokumentacionit, po. Me marrë letrat ishtë. Për 3 muaj i meri letrat, nëse ishe minoren, i meri e shumë shpejt. Po, por Fran... Po, i ka marrë letrat unë për 7 muaj. Ti i ke marrë për 7 muaj, okej. Po, si që ti dhanë letrat edhe ti morën pas një farë kohë, apo jo? Po, mu mi dhanë letrat, edhe kam nejt deri në 2014, kam qenë me letrat gjithmonë. Dhanë letrat, kalova në shtetës, mora pasaportën britanike, u pajisa krejt. Me dokumenta isha për smari. Por, unë isha në Shqipëri, shkova në Shqipëri, kur u ktheva nga pushimet për Shqipëri, me nalën në aeroport të në Gatwick. Gatwick, po. Edhe, po, aty, kur shkova ke kontrole aty ke dogana, ato shiko pasaportën, shiko mu. Edhe atyra është në dishime, më thëmë drejtën pak, se tha është disha, po nuk po shkon ashtu si çdohet. Edhe mu më thanë, pasaporta nuk është mua jotja, arsyeja është se ty je shqiptar i Shqipërisë, nuk je malazez, atëherë isha regjistruar si malazez për Malizit. Fran? Edhe aty ma morën pasaportën dhe me kthyne për Shqipëri. Kam nejt 5 vite në Shqipëri, jeta shumë e vështirë, më thëmë drejtën, edhe në Shqipëri, se për ne emigrantët është shumë ma vështirë atje se është zërë mu ambientu, zërë mu mësu me jetën në Shqipëri. Me thënë drejtën, kultura mungon atje në Shqipëri shumë, por
ishtë shumë e vështirë për mu. Kam një 5 vite dhe mas 5 vite dhe jam këthy prapë për anglisë se thash këtu për mu është shumë e vështirë. Se na emigrantët, mesim gjithmonë e nisim jetën, ta nis jetën nga para ku do se të shkoj. E drejt, mirë, tani ti ishe vendosur për të shkuar prapë, por koha kishte ndryshuar shumë gjëra. Frani nuk ishte më vetëm, po ishte veti katërti. Po, kur jam kthy herën e dytë, nëse ta nisim këtu ke hera dytë. Kur jam nis herën e dytë për Angli, kam marrë 2 vajzat edhe nusën. E keni shku të katërt? Po, kam marrë edhe vajzat janë me British, janë nën shtetas britanike, se unë isha me nën shtetas dhe fëmija kanë drejt ta marrin nën shtetësinë nëse janë i prej nën shtetas. Edhe fol me një avokatun këtu edhe thot, okej, do marrësh të 2 vajzat edhe do kalojsh sot në një dogan angleze ku ta kesh më afër thot edhe plan me kalu thot. Po nusën nuk e besoj thot që ta lan me kalu, arsyeja është thot që nuk ka ndodhur ndonjëherë që të kalojë një person shqiptar me pasaportë shqiptare pa qenë asnjëherë në Angli. Okej, gjithsesi, mora erdhëm në Belgjik, ke stacioni i trenit atë, edhe kaluam me doganën franceze, kur kaluam doganën franceze, na nali se është edhe dogana angleze direkt atë. Na nalen ato, na verifikun, na kontrollun, edhe mund thanë, okej, mas 5 orëve që na mojden atë intervista, edhe ty tha me 2 vajzat kitë drejt me kalu. Po bashortën o Fransile... Nusja jo. Qëfar i the bashortës? Ishte vërtet, ka qenë një tmerr si për mu, si për nusën time, ka qenë vërtet një tmerr dhe nuk harrohet kur, se ti thush t'u nda për zgjalli, ishte vërtet një tmerr. Edhe i thash nusës kështu, faktikisht e falenderoj vërtet nusën time që dha jo ma dha mbështetjen që t'hecim përpara. Edhe në qo sa puna kështu, thot, merë, thot, vajzat, kaloti, thot, edhe do bëjmë në gjatë, do vime në njërë tjetër. Edhe marrë 2 vajzat unë, kaloj dogani, nusja u këthy për Shqipëri, në malë që kisha njërës të mi që preqim të aeroportit. Marrë 2 vajzat e vi në Angli. Ishin vajzat ishin shumë të vogla me thamë të rejtë. Për një vitrisht, kena një të ndamë, për arsye që ma shumë për fëmijët që keni një jetë sa më të mirë. Aplikova 2 herë apliku për vizë për nusën, nuk ja jepshin atje te ambasada në Tiranë, arsyeja ishte që kjo nuk ka tuar me taku fëmijët, po kjo vjen e rrin atje në Angli. Po gjithsesi mas një vitit e marr nusën, e bi këtu në Angli, normal me lek, edhe kjo sa erdhi në Angli, fati saj, mor letra të pajis me letra për punë 5-6 muaj. Po ti prap pa letra? Unë prap pa letra, kalur edhe 5 vite tjera pa dokumenta. Pas ke pas fat. Ty që ka zi jeta me gjithmen më rëbur. Po, unë zi jeta, po ka të ru jeta nga malli, nga stresi, se të 20 sa vjet, e hala presi për këtë letra. Ore, tani që flasim, ke letra, apo je pa letra akoma? Jo, tani falë Zotit, jam me letra, jam me familje, jam shumë i lumtur, me shtëpi, me punë, me tarat mira që ka... Po mirë, atëherë bëj vazhdimin në Angli mu zbardh jeta. Po tani, kështu si që jemi, do juftoj ta shikojmë dhe ta dëgjojmë pak këngën. Mund zjeta pa të po presim fillim. Edhe rikthehemi prapë në studio, se kjo është kënga jote e 7. Tekstet i shkruan vetë, muzikën vetë, dhe duke që këngën e ke shumë pasion. Dhe të rri shumë për 7. Faleminderit. Zës mi dhanë mua to letra, tu i prit letrat kam shumë vite, as një herë s'mora përgjigje.
vështohet ki mal, me po bobe me ponan. Martova motëra, martova vlozen, as njëherë s'mora pjesë në dasën. Jam mërzitë po m'djek mali, shumë po i vune ky kur beqari. Qofsha fal, atu letra ta kanë me ndal. Jam mërzit e s'mundur ajma, nan e babe me shku me i pa. Kurbet i shkret, me kenan si jetim këtë jet, po m'djek shpirti flak prej malit, shumë po i vune ky kurbeqari. Koleg, këtë mallin e nanës dhe babës të e kuptoj, do më kjo është pa, atë punë e dasë, me gjithë atë Frank, jemi gati të kalojmë klandestin, vetëm mos naftojnë më ndasën. Këndon kaq bukur, sa që ti tash dasmat që ke munguar, tash ti do mbetesh nëpër dasmat. Po pra, me siguri ka kënduar, 7 këngë të ti, Tëftojnë të marrësh pjesë nëpër evente, dasma, nëpër klape, se Londra i ka këto komunitetet shqiptare. Po, kam pas oferta me thënë drejtën plot, edhe përpara se më nxjerr këngë me thënë drejtën, por nuk kam knune për ambientin kështu familjare, njerëz të mia kupton për shefit tim. Po nuk ka që kam shku në për vende tjera me thënë drejtë. Megjithatë, artisti i këndon gjendjes së momentit shpirtërore. Që do të thotë, tashti që ti të kanë rregullu gjërat, kanë ardhur për së bari, ti mund të këndosh gjëra më optimiste, gjëra më të gëzuara, dhe kështu të bësh edhe të kompletohesh si këngëtar i muzikës popullore. Normal, avash punë e mira vinë gjithmonë këtë. Patjetër, po si më thon? Kur vjen në Shqipëri për shembull, sepse me siguri ke qenë dhe gjatë verës edhe ke parë që punët këtu në punët para isha më para 2 javësh isha në Shqipëri. Është bërë dhe kënga. Kur vjen në Shqipëri me siguri ke edhe projekte tjera që do dalin. Edhe këngë dhimbshme, po edhe këngë dasmash. Po, shumë bukur. Jo, i kisha hallin Frank, kur vjen këtu dhe e shef që Shqipnia nuk është duke shkëlqyer, domethënë ti e fillon fjalin duke thënë ne anglezët. Ornave e një herë të lutem? Jo, e kam fjalën kur i drejtohesh shqiptarëve këtu, a e fillon fjalin duke thënë ne anglezët, sepse ti je anglez tashmë domethënë. Jo, nuk jam anglez, unë jam shqiptar, dhe Shqipërinë e du shumë sa vendi im. Me letra, me dokumenta. Ama Shqipëria në ja, si me dokumenta, si pa dokumenta, unë jam shqiptar dhe jam krenar që jam shqiptar, si kështu Shqipëri nuk ullë kur poshtë, por puna është Shqipëri, se është për mu, unë foli për veti, më duket pak e vështirë me thënë drejtë, se më pojnë disa gjana, kultura, si të mos është... E pra, sepse ju në Angli keni gjërat më mirë, apo jo? Janë më mirë me të ndërë. Po pra, janë vënd parë në grupë. Janë gjënat më mirë. Mirë është gjithkun, po në njerëzit mund të bajmë venin e mirë, edhe në Shqipë. Për shembull, kolega jon Fabi ka vendosur në një moment caktuar trishtimi që të shkojnë në Angli. A ka gjasa që Fabi t'i bëj dokumentat? Jetës nuk i dihet kur me fat është kjo punë. Jo, thash mos e martojmë do. A ka një mundësi të pak të për letra? Jo, unë për veti sa herë kam bërë dokumenta e kam bërë pa martesë. Jo, tash sa herë pas ke variant në një lord 74 vjeç. Qysh se kam marrë në Angli, qysh në vitin 2000 të bëhet dokumenta dhe halas kena përfunu dhe deri sa të kalojmë prapë në shtetas. O pra nuk duat ti ke pak a shumë si hipoteka Vlorës. Nuk duat gjithë fatë unë. Po nëse puna gjithë jeta pra zëra shkonton jeta të bë letra.
Unë mund vit, gënje edhe unë, them që atje të puna ku isha, kolegët nuk më trajtonin mirë, më trajtonin keq. Të marrësh një lloj azili politik, domethënë nga bullizimi që ne të bëjmë. Cili ka fatin e vet, unë shpresoj që unë mendoj që je shumë mirë atë. Po pse do të na e lësh në këtë dam këtë zezë, domethënë. Okej, kolegu që ndoshta nuk trajton mirë, po unë. Mora një shembull Një shembull. Që është dam kjo zezë për ne të dy, gjithsesi. Nuk do ju gjej juve këtu. Fran, falenderojmë shumë, të urojmë gjithë mirat i dashur. Fran, ne do shohim mundësinë që në vazhdim ta transmetojmë edhe një herë këngën apo nëse na lejon. Frani ka YouTube, ka aty të publikuara kanalin e vet. Po ka 7 këngë, si 7 do pasohen dhe nga këngë tjera, mos ish dorë nga kënga Fran se transmeton mesazhe shumë të vyera. Kot me të pyet Fran, sa i gjatë je? 1.84. Sa i gjatë? Jo, 1.90 ca. Sa ta merr media ty aty që mpove në YouTube. 1.92 them. 1.85 maksimumi. Ja, 1.83. Ish ku ama. Mrekulli. Fran, punë të mbarë Gjithë mirat Fran. Inshallah sa më shpejt me dokumenta të kopësitura. Faleminderit shumë për ju, shumë faleminderit për suportin që na supportoni dhe ju rujt Zoti i Madh krejtëve. Faleminderit shumë. Gjithë mirat i dashur. Pashim kalofshi bukur. Amen. Po pse jeta është kaq që pse jeta është kaq që e pa drejtë, domethënë. Ti mund të kishe mbetur në Angli për shembull. Atëherë do vija në programin tuaj. Si e kishe emrin Albin? Albin Deçani. Albin Deçani, mund të isha atje, domethënë, dhe do kisha kënduar edhe unë këngë. Ky emision do shpëtonte përfundimisht. Do ta kishim të ftuar në fakt si histori suksesi. Mjeku shqiptar në Londër. Kujdes, do më kishte ftuar më shpesh sepse unë atje do merresha me etimologji. Po pse mos merreshe me edimiologji? Vetëm pas pak me shkrimtaren e mi, Jordi Ana Çuli.